Një tjetër bazë me arsenale armësh është zbuluar nga Policia e Tiranës. Operacioni koduar The Van i realizuar nga sektori krimeve të rënda në bashkëpunim me Komisariatin nr. 2 u finalizua me bllokimin e një sësie të madhe armësh të sofistikuara. Si rezultat u arrestua 34 vjeçari Eugert Sino, banues në Tiranë, ndërsa 2 persona të tjerë u shpallën në kërkim, të dyshuar si të përfshirë në të njëjtën veprimtari kriminale. Gjatë kontrollit në rrugën Myslim Shyri në furgonin e 34 vjeçarit, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi të konsiderueshme armësh. Brenda automjetit ishin fshehur 12 armë zjarri të markave të ndryshme, 6 armë automatike, 5 armë ty të gjatë si dhe sniper, silenciator, 17 krëra për armë zjarri dhe 15.000 fishek, pjesë armësh dhe pajisje për shpërthime në distancë, municione të tjera si dhe uniforma policie. Sipas burimeve, armët dyshohet se ishin planifikuar për të përdorur nga grupet kriminale që veprojnë në Tiranë, Laçë dhe Burrel. Hetuesit kanë zbuluar përveç automjetit që u kap në zonën e Myslim Shyrit edhe bazën kryesore të grupit, ku mbaheshin armët në një objekt pranë po të njëjtës zonë. Armët e sekuestruara rezultojnë të jenë të reja dhe besohet se janë trafikuar nga Kosova. I arrestuari Eugert Sino rezulton me precedent të mëparshëm për vepra të ndryshme penale. Hetuesit dyshojnë se ka edhe persona të tjerë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të armëve.